Temë tjetër është mua më rri atje tek Big Brotheri, tek rinia, ose kjo rinia që kalon këtu dhe nuk reagon, nuk flet, duke qenë se jemi edhe në prag të zgjedhjeve tani, dhe duke parë një rini e cila nuk reagon, nuk është aktive, le të themi, ose asaj çka ata përfaqësojnë etj etj. Rinia jonë, me thënë të drejtën tash, rinia jonë nuk përqendrohet më shumë tek dia, të mësojnë, të dinë se si të veprojnë, por e kanë mendjen që t'i ngjajnë atyre herojve tanë, Avni Rustemit, Vasil Laço, Mjal Grameno, Azem Hajdardaj mirë ishte, po e kanë mendjen të pinë drogë, të vjedhin, të bëjnë prostitucione, e kanë mendje për gjëra të këqija dhe kjo tregon që edhe qeveria jonë e shfrytëzon këtë rast sepse kërkon që të jetë një rini e fitur, me mendje të fitur, jo të zgjuar, që të dinë të mendojnë, që të dinë të japin shembullin e tyre dhe që të marrin frenat e vendit tonë në dorë. Ne se kemi këtë rini dhe ajo pak rini që është aktive, se kemi dhe njerëz të mirë, dhe ajo rini që është pak aktive, nuk e lën këto çakit e mëdhenj, se të glaborojnë ta. Prandaja, dhe më bëri shumë përshtypje, kjo puna e në lidhje me politikën, sepse tashi, me fjalë për rinin, nuk dua rini të Big Brotherit, për rinia e përputhjes, rinia e portokallis, ato budalliqet, ato janë gjëra që nuk t'japin asnjë farë ndjesie, kënaqësie, ose të mësosh. Ato janë rini e bërnut, rini e keqe.